Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do të marrim disa përfitime prej davetit të Nuhit alayhis salam, se sa ka qëndruar në mesin e popullit të tij dhe si ka qenë përgjigjja e popullit karshi kësaj thirrje. Tregon Allahu xhaleshanu për Nuhin alayhis salam dhe për pejgamber të tjerë në shumë sure, në shumë ajete. Mirë, po na do të marrim disa ajete në pika shkurta prej tyre, ku thot Allahu xhaleshanu në surën Al-Ankabut ajetin e 14, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Ne e kemi dërguar Nuhin te populli i tij, ai qëndroi në mesin e tyre 1050 vjet. 950 vjet ka qëndruar Nuhi alayhis salam në mesin e popullit duke i ftuar në rrugë të Zotit. Para mendon 950 vjet i bjen pothuajse 10 shekuj. Sot gjenerata i bjen tash me këtun, sepse si se dim njerëzit përpara kanë jetu më gjatë për shkak se kanë qenë pakic, ka pas njerëz më pak, ndërsa sot ka njerëz shumë dhe jetojnë më pak. Kjo më për shkak urtësisë të Allahut xhaleshanu, që nuk po dëshiroj me hi në atë aspekt. 950 vjet davet, pa thu populli si qëndroj karshi këtij daveti, kësaj thirrje 950 vjet, ata aju përgjigjen. Allahu xhaleshanu tregon në surën Hud, në ajetin e 14, "Wa ma amana ma'hu illa qalil." Ne nuk besoj me të përveç se një pakic, një pjesë e vogël. 950 vjet punë, një punë shumë e madhe, mirë po përkundër kësajna një rezultat shumë i vogël. A thu pse? A thu ka qenë problemi të Nuhi alayhis salam? Se Nuhi alayhis salam s'pas ka ditë me thirr popullin, mos i ka thirr me vrasësi, mos nuk ka ditë kohën e përshtatshme kur me thirr. Jo, nuk është ky problem. Jo, asnjëherë nuk mundet me qenë problem pejgamberi. Nëse na sot i ftojmë njerëzit në rrugë të Zotit, edhe nuk na përgjigjen, jemi të bindur që një pjesë të fajit e kemë na hoxhallart, po një pjesë të fajit ose thirrsat, një pjesë të fajit mundet me pas edhe populli. Ose më shumë ose më pak, njëna pjesë ose pjesa tjetër. Mundet se hoxha s'ka ditë në ashta kohën e qëllume, në ashta sjell me vrasësi, ndoshta. Mundet me pas një pjesë të fajit. Po mundet edhe një pjesë të fajit edhe hoxha edhe mirë nëse u sjell po prap, dikush nuk e ka dëgjuar dhe nuk e ka përfill. Gjithmonë është mundësia nëse një hoxh nuk ka sukses brenda një xhamatit ose ka sukses të vogël, është mundësia dhe është pikpyetja që një pjesë e fajit është e hoxha, mundet me kanë edhe një pjesë e fajit të xhamatit. Ku përqindja më shumë Zoti e din. Ndërsa kur dëgjojnë se filan pejgamberi, si Nuhi alayhis salam, ka thirr 950 vjet. E veç një pakicë që ka besu, faji ku thojnë është, faji normal që është e populli, sepse pejgambert e Zotit kanë qenë të ruajtur nga gabime, pejgambert e Zotit kanë ditë çu me kry misionin. Pra faji nuk ka qenë të Nuhi alayhis salam, po faji ka qenë të popullit, se kanë qenë çaq populli presht, saqë 950 vjet megjithatë po i beson veç një numër i vogël. Përveç kësaj, le që po i beson një numër i vogël, po edhe brenda shtëpisë tij, çu ka ajete të tjera që tregojnë se gruaja e tij edhe djali i tij, njëri prej djemve të tij, nuk i ka besu. Para mendo çfarë daveti, çfarë mundit madh ka bën rrugë të Zotit, megjithatë një pjesë e vogël i kanë besu, në mesin e tyre që nuk i ka besu, janë edhe vetë disa anëtar të familjes, njerëzit që i dënë mas shumë të djalin edhe gruan. Prandaj, nëse dikush, se nga njëherë dina, nëse shumë dikan filan njerin nashta që thirr në rrugë të Zotit edhe e ka familjen, nuk e ka dikan për familjes në rrugë të Zotit, na shpesh herë dina me akuzua se me mendu keq edhe me thonë, ai po mundohet me përmisu tjerë, ndërsa familjen e vetë se ka përmisu. Nuk do të mungut, për arsye se ka mundësi që ai person e ka dhonë mundin maksimal të familja, mirë po familja s'u udhëzu. Nuhi alayhis salam se ka dhonë mundin maksimal për familjen e tij. Normal që e ka dhonë, mirë po prapë se prapë ata nuk janë përmisu. Këtë do me thonë, do të me pas parasysh. Kjo ke qëndrimi popullit karshi davetit Nuhit alayhis salam.
950 vjet, i besoj veç një pakicë. Po qëndrimi i Nuhit alayhis salam cili ke? O pesimizu, a i humbi shpresat, a duroj. Nuhi alayhis salam asnjë për këtyre diçka dhe më të madhe. Çfarë thot Zoti? Thot Zoti xhaleshonu në surën Al-Isra ajetin e 3, innehu kana abdan shakura. Me të vërtet ai Nuhi alayhis salam është fjalën për Nuhin se përmendet më përpara, me të vërtet ai Nuhi ishte një rob shumë falënderues. Shumë falënderues. Jo veç durues, se durimi është shkollë më e ulët se sa falënderimi. Nëse mu më godet një fatkeqësi, edhe unë e duroj, kjo është ajo që kërkohet për me. Amo nëse arrin një shkollë edhe më të lartë, edhe me thon faleminderit o Zot për këto që ma çuve, se ti din me urtësitë tua çka ke bë. Kjo punë bëhet me urtësinë dhe me mëshirën tonë, kjo është diçka në shkollë edhe më e lartë. Nuhi alayhis salam, Zoti kur po e bashkon, s'po thot ka duru, ka qenë durues 950 vjet, po ka qenë durimtar. Po jo veç që ka qenë durimtar, po ka qenë edhe falënderues. Jo veç falënderues, po thot shekura i bjen shumë falënderues. Edhe pse i beson pak, ky shumë falënderues. Shumë po duron këtë rrugë edhe po falënderon Zotin që e ka bo Allahu xhaleshonu me qenë prej aty në që thrasin njerëzit këtë rrugë të Allahut ka të gjatë. Ky ke qëndrimi i Nuhit alayhis salam, 950 vjet qëndroi te populli. Populli karshiti i besoi shumë pak, një pjesë shumë e vogël. Nuhi alayhis salam nuk u dorëzu, po ka qenë rob shumë falënderues. Në fund çka ndodhi? Në fund po them për këtë botë, për botën tjetër. Dihet, thot Allahu xhaleshonu në ajetin e 15 të surës Al-Ankabut, atje ku fillon, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. I kapi, i përfshiu tufani. Një vërshim i ujit duke qenë ata zullumçar. Kanë i përfshiu, dhe me thonë që ta që nuk i besun. E me Nuhin alayhis salam çka u bë? Thot fa anjaynahu ashab as-safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin. E shpëtum atë Nuhin alayhis salam pra, edhe ata që ishin në anije me Nuhin alayhis salam që i besun edhe hypen në anije, thot edhe i bom ata, e bom që të anijen argument për botrat, me morë mësim njerëzit. Pra, edhe pse zgjatin 950 vjet rruga, në fund prap erdhi në fund i mirë për ata që durun, për ata që besun, i shpëtoi Zoti, ndërsa ata të cilët nuk e besun në fund i përfshiu dënimi. Prandaj nuk duhet, nëse jemi prej atyre, edhe jemi inshallah prej atyre të cilët e besojnë edhe shkojmë rrugë të Zotit, nuk do të më humb shpresat se një ditë ka më ardhur fitoria fundi na përket neve, nëse jemi rob të Zotit e jemi të mirë, po një herët Zoti na rujt edhe nëse jemi në rrugën e keqe, nuk do të mos sigurojmë ndonjëherë se po shpëtojna, qoftë edhe mas 950 vjetë që shka orë këto, në fund ju ka orë atyre dënimi. Edhe një pyetje për fund, që mësë me zotë ma shumë. Sa vjetë ka jetu Nuhi a.s. Cëllën vit ka linë Nuhi a.s. Cëllën vit ka vdek Nuhi a.s. Sa vjetë ka jetu Musa a.s. Sa vjetë Ibrahimi a.s. Sa vjetë pejgamber tjerë. Për asnjë prej tyre nuk e dim sa vjetë kanë jetu. Nuk na ka tregu Zoti në Kur'an, as pejgamberi a.s. Ndërsa në Kur'an na ka tregu sa vjetë ka bo Nuhi a.s. davet. 950 vjetë. E pse s'na ka tregu sa vjetë ka jetu, kur ka lind, kur ka vdek për pejgambert, po na ka tregu sa vjetë ka bo davet. Për arsye se aja nuk është çështojnë dietar, nuk është e rëndësishme. Çka bëhet ti nëse e din se Nuhi a.s. ka jetu 2 vjet, 2000 vjet, 3000 vjet para lindjes së Krishtit, do të thonë, para erës së tre. A të shtohet i moni diçka nëse ti e din që Nuhi a.s. pas ka jetu për që ti viti deri në çet vit. Jo, ndërsa a merr mësim praktik kur thu hey Nuhi a.s. ka bën 950 vjet davet, e ti s'po mundesh disa vjet me bë davet? Merr mësim. Prandaj, domethënë Kurani sikur po na mëson, më merr me sanet që janë më të rëndësishme. Nuk ka fort rëndësi kur jetoj kur vdes, po çu jetoj. Nuk ka rëndësi fort i bona që ka vjet. Çfarë vjet i bone? S'pe përmend Zoti kërkon Kur'an sa vjet i bone filan pejgamberi. Ama po përmend se që ka vjet ka bo në rrugë të Zotit, që ka vjet ka thirr njerëzit në rrugë të Zotit.
Prandaj edhe na të shikojna, nuk është problemi i bona 60, 50, 70, sa vjet jetova. Po me shiku sa vjet çto vjet çka bona, sa vjet i kam të freskme, edhe mu merr me senet, me gjërat që janë ma të rëndësishme për neve. Allah xhaleshanu na boft për atyre të cilët bojmë ta vetë në rrugë të Zotit, i thrasëm njerëzit në rrugë të Zotit, dhe jem të qëndrueshëm në to dhe na bën prej atyre të cilët e falenderojmë shumë, na bën prej atyre të cilët jetojmë sipas mësimeve të pejgamberëve këtë botë dhe na bashkon me ta në xhenet.